më lejoni që ta mbyll duke falenderuar duke falenderuar vëzhguesit tanë afatgjat, vëzhguesit tanë afatshkurtër në gjithë vendin dhe në fund doja të falenderoj anëtarët e ekipit tim këtu në Tiranë. Falenderimet e veçanta i shkojnë stafit tim lokal për kushtimit të tyre, punës për orë të gjata me këtë mision vëzhgimi. Ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit për vëmendjen. Po e di që ka pyetje. Unë doja të theksoja se ju jeni gjithë të mirëpritur këtu, por kjo është një konferencë për shtyp dhe janë vetëm gazetarët ata që mund të bëjnë pyetje. Kështu që ju lutem prezantoni fillimisht veten dhe median që përfaqësoni. Kështu që mund t'i bëni pyetjet në shqip ose anglisht sepse kemi dhe përkthim. Unë jam Sonila Agostini nga Televizioni Publik Shqiptar dhe kam dy pyetje për zotin ambasador. Ai arritën këto zgjedhje standardet ndërkombëtare? Do you need to make it in English, maybe, the question? Is it okay? Okay. A arritën këto zgjedhje standardet ndërkombëtare dhe çfarë kanë kërkuar vëzhguesit ndërkombëtar her pas here? Dhe pyetja e dytë që kam për ambasadorin Zanir është cila është këshilla më e veçantë që do t'i jepni të partive politike shqiptare në raport me detyrimet që kanë për përmirësimet në ligjin zgjedhor, me çfarë ju keni parë gjatë këtyre javëve të qëndrimit në Shqipëri? Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, sa i përket pyetjes së parë, mënyra se si ne operojmë është që ne nuk bëjmë një vlerësim të përgjithshëm pra në raport me standardet ndërkombëtare. Ne shohim aspekte të ndryshme të zgjedhjeve, shohim si zhvillohet fushata, shohim rolin e medias, siç e dëgjuat, shohim anën ligjore. Pra, ju do ta shihni që nuk është një situatë bardhëzi. Ka disa hije, disa nuanca. Ka fusha ku ka nevojë për përmirësime, ka fusha ku standardet janë më të larta, ka fusha ku ka disa probleme që ka nevojë të adresohen. Pra, edhe raporti ynë në fakt është pikërisht për këtë, pra, që është për autoritetet që ata të shohin konstatimet, komentet tona dhe të angazhohen ato fusha ku ne shohim se ka nevojë për përmirësim. Pra, kjo sa i përket standardeve. Këshilla për partitë politike. Atëherë, këshilla ime është kjo, që të angazhohen në mirëbesim. Ajo çka unë shoh këtu në Shqipëri, pra, kur visi, kur i ftuar domethënë në këtë vend dhe unë ndjeva shumë i mirëpritur, por në momentin që fillon dhe flet politik, e shikon, e percepton që ka një lloj polarizimi shumë të fortë, ka opinione shumë të forta, që është normale, unë jam edhe vetë italian dhe e di se me sa pasion mund të flasin njerëzit, por është gjithashtu e rëndësishme që në një moment të distancohesh pak, të pranosh pak, edhe po themi në media, për shembull, pash edhe në media mungesë debatesh mes kandidatëve, që në fund përkthehet në informacion të pamjaftueshëm për zgjedhësit. Pra, unë mendoj që është e rëndësishme për çdo që të pranosh të sillesh në mënyrë të përgjegjshme, të angazhohesh në një mënyrë që kontribon në fund të fundit për të krijuar një klimë më të mirë për gjitha zgjedhjet, për gjithë procesin e zgjedhjeve në përgjithësi. Faleminderit, zotëria këtu. Bara, jam gazetar i birë në Tiranë. Kam dy pyetje në lidhje me sistemin e patronazhimit të partisë në pushtet edhe në lidhje me rolin e policisë së shtetit. Gjatë fushatës elektorale udhëtova disa qindra kilometra nëpër Shqipëri dhe takova disa dhjetra njerëz të ndryshëm. Emëruesi i përbashkët i të gjithë këtyre njerëzve që takova ishte frika. Njerëzit kanë frikë të shprehen në publik, kanë frikë të flasin me gazetarët, kanë frikë të humbasin një vend pune, kanë frikë se familjarët e tyre humbasin një vend pune, kanë frikë se kushërinjtë e tyre të largët ose të afërt humbasin një vend pune në administratën publike, ose që titujt e tyre të pronësisë mbi ndërtesa me leje ose pa leje nuk njihen nga autoritetet dhe konsiderohen zero. A mendoni se kjo është përputhje me kartën e Kopenhagenit për zgjedhje të lira dhe të ndershme? Kjo ishte pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë ka lidhje me faktin që
Policia e shtetit deri më sot ka dështuar të identifikojë qoftë edhe një rast të vetëm të abuzimit me burimet shtetërore ose të blerjes së votave nga ana e partisë në pushtet, por ka qenë shumë e zgjedhshme të identifikojë disa raste nga ana e opozitës, nga ana e Partisë Social-Demokrate, e cila është situohet në një farë konflikti me maxhorancën. Mendoni se kjo është një tregues që policia e shtetit ka humbur funksionin e saj si një forcë jo partijake dhe jo e politizuar? Faleminderit. Mendoj se e para faleminderit për pyetjet. Nëse lexoni raportin, ju do të shikoni se po, në fakt ne i kemi përmendur, kemi shkruar për këtë presion, sidomos për presionin ndaj njerëzve në administratën publike. Pra, është diçka që e kemi adresuar në raportin ton. Kjo është diçka që përmendim si anë negative të asaj çka kemi parë e çka kemi dëgjuar nga bashkëbiseduesit. Është shumë e rëndësishme, besoj, që ta theksojmë këtë. Pra, kjo është diçka që e kemi dëgjuar edhe nga vëzhguesit tanë afatgjat. Pra, mendoj që po, kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Së dyti, më duhet të them se unë në fakt nuk ndihem e sigurt të themi që të flas pra për policinë. E vetmja gjë që mund të them është që gjatë takimeve që kemi pasur me prokurorinë e përgjithshme apo me SPAK-un, pra prokurorinë e posaçme, pra kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ata kanë përmendur disa herë, kanë përmendur disa raste që u janë referuar atyre pra nga policia. Kjo është e vetmja gjë që mund të them, por nuk e di, ndoshta dhe kolegë të tjerë mund të kenë një përgjigje mbase më të detajuar, por ky është informacioni që kemi.